Mbyllet në Vlorë sfida flamurtarit Dinamo me rezultatin 3-1. 3 golat e Maksutit i japin fitoren flamurtarit që me këto 3 pikë mban gjallë shpresat për qëndrimin në kategorinë superiore. Vlonjatët ngjiten në kuotën e 32 pikëve në renditje, por duke mbetur ende në fund të saj, teksa gjithçka mbetet e hapur për 3 ndeshjet e fundit. Takimi nis më mirë për Dinamon që kalon shumë shpejt në avantazh në minutën e 6 të takimit me anë të Komës. Reagimi flamurtarit vjen në minutën e 18 kur Maksuti barazon shifrat. Pjesa e parë mbyllet në rezultatin 1-1, edhe pse nuk kanë munguar rastet nga të dyja skuadrat. Me nisjen e pjesës së dytë, flamurtari luan më mirë dhe sërish Maksuti që shënon me kokë në minutën e 55. Ai kompleton tripletën personale në minutën e 73, duke çuar rezultatin në 3-1. Rezultati i cili nuk ka ndryshuar deri në fund të 90 minutave. Me këtë fitore, flamurtari ngjitet kështu në kuotën e 32 pikëve dhe ndonse mbetet në vendin e fundit, vazhdon të mbajë gjallë shpresat për mbijetesë. Pas ndeshjes, trajneri i flamurtarit Andi Riba vlerësoi fitoren, por theksoi se 3 ndeshjet e mbetura janë si finale. 3 pikë shumë të rëndësishme për të vazhduar garën deri në fund. E kishim kundra një ekipi shumë të mirë, siç e pa në të gjithë. Dinamo është një ekip i fortë, ka lojtar me kualitete shumë të mira dhe përballuam deri në fund. Ndeshja e radhës në Partizanin, një tjetër ndeshje rëndësishme, në tjetër ndeshje e fortë, do bëjmë maksimumit për të marrë 3 pikë të radhës që të vazhdojmë deri në fund me këtë lloj pozitiviteti që po kalojmë këtë javë. Ekipi ka një qetësi, vjen të sillen shumë mirë në stërvitje, jo se nuk janë sjellë më përpara sepse janë profesionistë për të punë që bëjnë, por qetësia i ka vënë më shumë qartësi punës. Kemi ndeshje shumë të vështira si me Partizani, presim të lutën shkojmë në Shkodër, do i marrim të 3 nga 1 dhe shpresojmë të marrim maksimumin që të arrim objektivin. Ndërkohë, trajneri Dinamos Ilir Daja u shpreh se pavarësisht humbjes, ekipi i tij mbetet në garë për objektivat e sezonit, kampionatin dhe kupën. Keni siguruar finalen e kupës, por keni marrë një rezultat që nuk ju mund të avantazhon për vendin e katërt. Jemi në vend 4 për momentin, sigurisht që nuk jemi në gjendjen tonë më të mirë, sepse edhe para 3-4 ditësh kemi pas një ndeshje të fortë për kupën, që do të thotë u pa kjo edhe në pjesën e dytë të lojës ku disa lojtarë titullar nuk kishin shumë energji në këmbë. Besoj që kemi bërë një pjesë parë të mirë, ku mundet ta çonim edhe avantazhin edhe në një gol për mangësi të pasit fundit. Pastaj kemi lëshuar dhe jemi përbërë në ekuilibër në momentin e hapësimit golit nga goditja standarde, golit 2 të flamurtarit, që goli parë ndoshta kishim edhe energji edhe anë psikologjike të mirë. Pastaj nuk kemi pas ekuilibër që flamurtari mund na kapte në kundërsulm, qoftë me qendërsulmuesin Maksuta, qoftë edhe me lojtarët ansorë, sepse kishim humbur pjesën e shkallëzimit që është shumë i rëndësishëm në futboll. Ne jemi brenda objektive, por sigurisht që ajo që e vështirëson pjesën është fakti që kur je brenda 2 objektivave, siç është kampionati apo dhe kupa, motivi që kanë lojtarët është i madh, sepse ka objektiva, por që menaxhimi i energjive është pak problem, sepse kemi disa dëmtuar dhe brenda 11-ës kemi lojtarë që vinë nga dëmtimet dhe nuk e kanë gjendjen e tyre më të mirë fizike. Kampionati rikthehet në fundjavë ku flamurtari do të luajë në transfer ndaj Partizanit, ndeshje planifikuar për të luajtur ditën e shtunë.